Kemi pasur disa ditë me shi. Sa ka reflektuar në ndërprerje të fushatës së nxjerrjes së patates? Po ka reflektuar një 5-6 ditë nxjerrjes që në ka pengu. Tash kem filluar pet me nxjerr, ku tërë toka dhe kem filluar pet. Dhe kushtet janë optimale? Kushtet janë të mira. Kanë qenë do ditë ftohta, po për pataten nuk ka pengesë. Që sa ditë ke nisur me nxjerrje apo ke pas kontinuitet edhe verës? Kom pas edhe verës, po ne jam të nxjerr që një muaj e gjys. Tash mas shinave ja kam nisë pe gjeshët që 2 ditë jam nxjerr. Sa sipërfaqe përgjithsisht me patate? Me patate kam 70 hektar. Cilat varietete? Varietetet kom Agri, Arsenal, kom pas shumicën Agri, Arsenal e kom pas. Viti që po përfundon a ka qenë i volitshëm sa i përket? Po viti, po nuk ka qenë viti i rond, me qenë se ka qenë shumë nxehtë. Na kena pas do pengesa me ujitje, na kanë ndërprej ujitjet, kena pas ndërprejmje, dikon 4 herë na kanë ndërprej ka një javë. Po mirë, rendimenti jo mirë. Shkaqet e ndërprerjes, defekte apo? Si jo defekte, çapo di një velepenci na ka ndërprej, ka pas 4 herë ka një javë na ka ndërprej, s'ka arsye, s'ka ujë dhe kështu. Dhe ajo sigurisht ka reflektuar në rendimentin. Ka reflektuar edhe shumë. Ka reflektuar shumë. Se unë kisha një sasi më të madhe me ujit, nuk më isha me mri. Dikush kish më pak, mrike më shpejt, po në sasia madhe nuk më isha me mri. Sham një javë kishëm, një javë s'kishëm, ka problemi madh. Është një specifik bukur kompleks e kultivimi i patates për të arritur rendimenti i nivelit evropian, të vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkaq kooperuesit e pestos, por në veçanti edhe ju keni arritur vazhdimisht rendimete të larta. Si arrihen ato? Ato arrihen sigurisht me forna, me punë, sigurisht me punë, mas shumë të me punë. Duke zbatuar mosat agroteknike? Normal, të zbatu mosat e agroteknikës edhe kështu. Ju keni përvojë, keni, natyrisht, po keni edhe dorën e ekspertit, përfillni këshillat e ekspertit. Po, sigurisht, kem ekspert që na rekomandojnë që me përdorë, që me cilat forna, cilat... Rendimenti deri tash, nga 70 hektar, sa sipërfaqe keni zgjedhur deri tash? Deri tash i kam zgjedhur 55 hektar, 54 vërtet, i kam me 16. Rendimenti a është i kënaqshëm? Është i mirë rendimenti, nuk është i keq. A mund të flasim për mesatarë dikun sa 20-30 ton, 40? Po ka, mesatarë dikun 30-35, besoj që ka me mri. Dhe po t'ishte ujë, do t'ishin rendimente më të larta, t'ishte sigurisht po, sigurisht që po. E çka kanë tonë ata? Keni bërë ankesat ju atje? Kena bërë ankesa, s'ka ujë, pja bujna si me rëndë, apo di ju në të shikan atje dhe unë e kom pas problem. Edhe kolegë të tjerë? Po sigurisht dhe që në një sasimat madhe nuk më isha me mri me vitë. Çka bën me sasinë e patates? A e shet apo e çon diku? Sasinë e patates e kam kontraktuar me 80, nëse tam 90%, i çajm pesto, një pjesë e kam në korall, i kam kontraktuar me këtë. E kënaqur me bashkëpunimet ashtu? Po sigurisht që po, gjithë. Jo veç kësiovi, po gjithë. Drejt me honën e këtë sasi mieljes e kam arrit me ndihmën e pestos. Po bashkëpunimi, ju jeni farmer komercial, jeni bashkëpunëtor, jeni punëtor, keni shumë shtrirje me bashkëpunime, a keni marrë diçka nga niveli qendror atje? Sa do të thojnë ato subvencionet që vijnë nga niveli qendror? Subvencionet janë na nimojnë shumë, po kem shumë problem për atë fletave poseduese ose fletave të pruna që janë nuk pikan, unë kam tokë me qira, edhe nuk i kanë, nuk t'i dhonë, atje nuk pranohen, domethënë pa fleta poseduese. Edhe kem shumë problem. Unë kam pas si vjet 122 hektar të millën krejt, me patate, grun, edhe kuj e kam pas dikon 60 hektar, i kam qu 82-3 hektar. Ma shumë s'ku mujtë mi quë. Do të thotë me pagesa e minus 30 të sa hektar? Minus qashtu, dikon 41 hektar, 41 hektar në jenë minus.